vllaz ndershëm, hyrja sodi pra është lidhur me respektin ndaj prindve. Thatë që ka raste ku me të vërtet prindi është i bllokuar, si me thonë, ose i bëhet të padrejtë. Pra duke qenë se prindet janë shkaktar të ardhes së fëmijëve në këtë botë, dhe duke qenë se ata sakrifojnë gjithçka për fëmijët e vet, tani më bëhet të qartë se fëmijët u detyrohen prindve të vetë sjelljen e mirë dhe respektin. Fëmijët detyrohen të sillen në mënyrë më të mirë e më të bukur të mundshme me prindët e tyre. Këtë të vërtet dhe këtë merit të prindve ndaj fëmijëve të tyre për respekt e thekson si Kurani fisnik ashtu edhe Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu në Kur'an falënderat Allahu thot: ne kemi porositur njeriu për prindit e vet, të sillet mirë me ta, se nëna e vet e ka mbajtur në dëm të shëndetit të saj, kurse nga zili e ndan brenda 2 vjetëve. Të jesh mirënjohës ndaj meje dhe prindve tu, tek unë do të ktheheni. Sura Luqman 31 ajet. Gjithashtu thot Allah në Kur'an, thot në sura Al-Isra 17 ta sure pra 23-24 ajeti, ku thot: Zoti yt ka përcaktuar si të mos adhuroni tjetër kënd përveç atij, dhe të sillni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose dy përjetojnë pleqëritë, ti mos u thuaj of, e as mos u fol me zë të lartë, por tu drejtohesh me fjalë respekti të plot. Shtri përpara tyre krahët e përkullshmërisë dhe thuaj: o Zoti im, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë pasur kujdes ata ndaj meje kur isha i vogël. Transmeton Abdullah ibn Masudi, duke thënë se ka pyetur Muhamedit alayhis salam, cilën vepër, cilën punë sjellë e do më shumë ti Allahu i Madhërisëm. Ai mu përgjigj tha: falja e namazit në kohën e vet. Po pastaj ja Rasulullah i thashtam dhe më tha: sjellja e mirë ndaj prindve. Pra pas namazit në kohë vet vjen sjellja e mirë ndaj prindve. Po pas ata ja Rasulullah tha: lufta në rrugën e Zotit. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Në përcjell Abdullah ibn Omeri se ka pas ardhur një njeri te Muhamedi alayhis salam dhe i ka pas thënë: kërkoj pëlqimin tënd për hijret, shpërngulje dhe për xhihad, luftë në rrugë të Zotit, sepse shpresoj se për këtë të më shpërblej Allahu fëqiflot. Muhamedi alayhis salam e pyeti: e ke zgjan dënimin prej prindve? Ai u përgjigj: po i kam të dy gjallë. I tha: dhe ti kërkon shpërblimin e Zotit? Ai u përgjigj: sërish po, o i dërguari i Zotit. Atëherë ai tha: me që kënë ke kështu, atëherë kthehu të prind tu dhe shoqëroj në mënyrë të mirë që të mundesh. Pra aty e ke xhihadin ti. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë këtë hadis pra. Do të thonë kthehu te baba e nona dhe jepu e mundon për ta. Nga shumë hadithe ka dhe ajete që flasin për këtë. Mirë po, pasi të vdesin prindit, cilat janë obligimet? Do të thonë edhe sa në gjallë kemi shumë obligime, po edhe pas së vdekit kemi obligime. E para, duaja për ta. Mos me harro me duar, nuk është me bon një dua mas namazit për prindë e vet. Ose me marr abdes posarisht për babën e nën ku kanë ndruar, me bon një dua për ta, nuk është tim. Pejgamberi thot: kur njeriu vdes, interpretën veprat e tij përveç 3 gjërave: sadakas së rrjedhshme, diturisë për cilën përfitohet dhe pasardhësit të devotshëm i cili bën dua për ta. Pra bën dua për prind. E dyta gjë, istighfari, kërkimi faljes për ta. Prindet janë njerëzit më të meritor për të cilët fëmia mund të kërkojë istighfar, duke pasur parasysh bamirësinë e madhe të tyre ndaj fëmijës. Allah i mëshirshëm përmend fjalët e Ibrahimit alayhis salam, i cili thot: Rabbana gfirli wa li walidej. Zoti ynë më fal gabimet mua dhe prindve të mi. Pra Ibrahimi alayhis salam, pejgamber, i lutet Zotit, edhe e dim se si çfarë rrugë e ka pas babën. E treta vllazë, zbatimi i porosimeve të tyre. Kjo arrihet duke i zbatuar porositë e tyre, duke vazhduar punët e bamirësisë dhe të hajrit, të cilat i bënin kur ishin të gjallë, nga se fëmia vazhdon t'i bëjë punë të mira që prindit i kishin bërë dikur. Shpërblimi u shkon atyre edhe pas vdekjes. E katërta gjë vllazën është respektimi i miqve që i kanë pas prind. Pra prind kanë vdek, po kanë pa dikon me kanë shoqënuar. Ata lyhet me respektuar dhe me vizituar. Kjo vepër llogaritet si bamirësi ndaj prindve. Njëherë Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e takoi një beduin në rrugës për Mekë. Përshëndeti me selam dhe hipi, domethënë në kalin e tij, hoçi kapelën dhe atij. Ibn Dinari i thotë: ne i tham atij, Allahu ty të mëshiroft, ata janë beduin dhe kënaqen me pak. Ibn Omeri i tha: babai i këtij ka qenë mik i Omer ibn Hatabit. Unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë:
Vërtet bamirësia më e mirë është që fëmia të respektojë të afërmit e mikut e babait të vet. E pesta vllazën, mbajtja e lidhje farefise që nuk bëhen përmes tyre. Dhe gjashta të japë sadaka pas vdekjes së tyre, më dhënë sadaka për prindërit e tyre. Dhe shtata vizitimi i varrit. Pra me vizitu varrin e babës dhe të nanës. Vllazën e tregova në gjuhën bosnjake, e tregova një rast kur në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kishte pajetuar, e transmeton për Anas ibn Maliku, një njeri e ka pasur Alkama. Shumë besimtari mirë ka qenë. Është fal, ka xhnua, ka dhënë sadaka tona, mirë po është smu edhe vjen gruaja e tij e ankohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë Alkama thonë shumë i smu, duke i thotë do më vdek. Edhe pejgamberi e çon Hazrat Aliun, Selmanin, Bilalin dhe Amari, shkoni e këshyni punën e tij. Ata shkojnë kur e gjenë shumë smut. I thonë, mundohen me e përkujtu me ra shahadet, nuk mundet. Vinë të pejgamberi e Islam i thonë, nuk mund me ra shahadet. Thotë, a kaprin gjallë, thotë, vetëm nanën, thirrni nanën dhe vinte unë, thotë. Edhe nana Alkamës vjen të pejgamberi sa me vetë për ta, thotë, çka është puna e tij? Ai thotë, shumë fale, shumë ka xhnua, shumë ka dhënë sadakë këtë, s'po të ves ata, thotë. Por si on sill me ty, si je ti me ta? Atëra ju e qili zemri, tha, besa tha jo me idhun, Alkamën se fjale emi s'ka marrë, as pak, se ka respektuar veç fjale i gruas. E jo me idhun ta. Thotë, pra, bjeni druhet e dhezi ma mirë, në dunja se ka mu dhezi në vetë. Si ja Resulullah me dhezi në tem. Po ma mirë në këtë dunja, thotë se na hiret mos e bosh halal, sot se bëja halal. Atë nana tha, ja Resulullah, se para te i po dëshmoj, si dëshmëdar, po ja bëja halal dhe mos e boni ata. Edhe ja boni halal, shkuni e këshyri, thotë, me amën zotit rasha adita dhe ndrojet. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që merrni përgatiti me afal xhenazën. Pra shpëtoj që mos më shkua se pritet zot, prindi me kanë hidhur në vlau. E mos ja bën halal, besoni që nuk ka as dunja as ahiret. E lush Allah xheleshanu xhelexhat na ndihmoj vllazën. Ti kthehemi pak, ti kthehemi traditat tona islame që i kem pas. Babën e nën kush i ka gjallë, ti jeti lumtur, bëj dua për ta. Sa ata bëjnë dua për evlat, ati shko rricku, ati shko përparimi, ati shkojnë tonat mirat. Po nëse ata pritet zojë ndonë ton, besoni që nuk ka përparim as në dunja as në ahiret. Allahu na ndihmoft na bëj për aty në cilin është i kënaqur inshallah ya rabbi.